Pse je të postu çdo ditë dhe nuk po shet kurrë? Sepse jetu i thot sanet e gabume. Çdo postim marketingu duhet me i kalu 3 teste. Qa shembujt konkret? Testi i parë, apo zbuloj të vërtetën për klientët e mi që ata nuk e din për veten e tyre. Për shembull, nëse je trajner fitnesi, çka nuk duhet me thonë është duhet të ushtroheni më shumë. E çka duhet me thonë është arsyeja pse nuk po mbesni pesh nuk është mungesa motivimit. Trupi yt po runi ndyra sepse po hani shumë pak. Testi 2. Apo tregoj një të vërtetë që të tjerët nuk guxojnë me thonë. Prap, nëse je trajner fitnesi, çka nuk duhet me thonë është konsistenca është qelës. E çka duhet me thonë është nëse po stërvitesh 6 ditë në javë e nuk po shikon rezultate, po mbi stërvitesh, trupi yt ka nevojë për pushim, jo për më shumë torturë. Testi 3. Apo jap zgjidhje konkrete apo veç po identifikoj problemin. Nëse je trajner fitnesi, çka nuk duhet me thonë është dieta jote nuk funksionon. E çka duhet me thonë është nesër mëngjes 3 vezë, 1 copë bukë integrale, pak avokado. Fillo kështu asgjë tjetër. Cili test e dështon postimin tënd të fundit? Shkruaj 1, 2 ose 3 në komente.